Të gjitha vendet funksionojnë përmes një kuadri ligjor në fuqi. Ligjet dhe rregulloret mundsojnë realizimin e disa gjërave, si dhe garantojnë që disa gjëra të tjera të mos ndodhin. Në disa vende, asgjë nuk ndodh nëse nuk ekziston një kuadër ligjor. Por është e rëndësishme të mos rregullohet, sepse rregullimet e tepërta mund të pengojnë arritjen e rezultateve të duhura. Vendet e përdorin legjislacionin për të rregulluar aspektet që ata duan të ndryshojnë. Dhe nëse doni të bëni ligje të mira për të ndryshuar sistemin tuaj të kualifikimeve, keni nevojë për një strategji kombëtare. Ekzistenca e një strategjie kombëtare ndihmon për të dalluar ndërmjet parimeve të përgjithshme dhe detajeve operacionale. Pas shqyrtimit të legjislacionit në 11 vende, mësuam se proceset e reformave që synojnë kualifikimet më të mira kërkojnë 8 kompetencë kryesore të legjislacionit, të cilat janë të gjitha të ndërlidhura me njëri tjetrin. Së pari, strategjia kombëtare duhet të përcaktojë qëllimin dhe parimet e legjislacionit. Më pas, duhet të rregullohet përfshirja e institucioneve dhe palëve të interesuara. Gjithashtu, duhet të rregullohet mënyra se si zhvillohen kualifikimet dhe se si ato përfshihen në kornizën kombëtare të kualifikimeve. Rregullimi i proceseve që sigurojnë cilësinë e standardeve të kualifikimit, vlerësimit dhe certifikimit formon themelin për kualifikime të besueshme. Së fundi, njohja e kualifikimeve dhe validimi i të nxënit të mëparshëm janë pjesë përbërëse të një sistemi kualifikimesh që gjithashtu duhet të mbulohen në kuadrin ligjor. Shumë ligje janë zhvilluar, por nuk janë zbatuar për shkak se ato nuk bazohen në një strategji, nuk konceptojnë qartë ose janë të pazbatueshme për arsye të tjera. Të zhvillosh një kuadër ligjor që të shërbejë qëllimit ka nevojë për instrumentet e duhura. Kjo paketë instrumentash e ETF-s mund të ndihmojë për të parë nëse legjislacioni është pengesa juaj kryesore dhe çfarë duhet të merrni në konsiderat për ta përmirësuar atë.